nga ky proces. Deputeti Partisë Socialiste Erion Braçe mendon se kandidati për Bashkinë e Tiranës duhet të zgjidhet nëpërmjet një procesi demokratik. Në emisionin Real Story ai theksoi se antarët, simpatizantët dhe të majtët duhet të zgjedhin me votë drejt për drejt përfaqësuesit e tyre. I pyetur nga gazetari Sokol Balla nëse do të kandidojë për kryetar të Bashkisë së Tiranës në zgjedhjet lokale të vitit 2027, Braçe u përgjigj se nuk ka folur për këtë çështje me kryeministrin Edi Rama, por ai po kërkon një punë. Ajo që po kërkoj unë është një proces. Është një proces demokratik që duhet ndodhi brenda kësaj partie, edhe që duhet konkuroj atë procesin që deri tani është thjesht një njoftim. Kjo praktika me njoftime është një praktikë që unë e kundërshtoj, afërmendsh. Dhe ajo që kam kërkuar në këtë rast, për sa kohë që janë zgjedhje të përgjithshme vendore, është një proces demokratik brenda Partisë Socialiste, ku masa e antarëve të thritet, masa e simpatizantëve të thritet, masa e të majtëve që ne na votojnë të thritet, për të zgjedhur me votë, nuk fitohen zgjedhjet kështu. Një nga arsyet pse unë s'kam folur me Edi Ramën është eksaktësisht sepse nuk dua që kjo që po kërkoj të ketë si përgjigje një favor apo një qok. Tepër që unë nuk po kërkoj një stacion karriere, Sokol. Unë po kërkoj një punë. Braçe u ndal edhe te reforma territoriale ku theksoi se kryetarët e bashkive kanë rol të rëndësishëm në mbrojtjen e territorit dhe në rezultatet politike. Ai këmbënguli që pushteti kryebashkiakëve të limitohet nga kjo reformë. Kjo çështja e reformës ka këtë avantazhin që është në kohë para se sa të shkojmë drejt zgjedhjeve lokale. Dhe natyrisht do vota kjo reforma. Do vota. Janë ata kryetar bashkie që administrojnë ato territore. Dhe janë ata kryetar bashkie që kanë edhe një kontribut shumë të rëndësishëm politik në rezultatin politik të atyre deputetëve dhe të Partisë Socialiste vetë. Pra, nga ky proces nuk duhet shmangur, relativizuar, mos dëgjuar asnjë prej këtyre faktorëve që kanë fituar përvojë në administrimin e pushtetit vendor. Për deputetin e PS-s, shqetësim përbën fakti se mungon kontakti drejt për drejt mes kandidatit dhe qytetarit, pasi e vërteta mësohet nga njerëzit dhe jo në zyrë.